Ja ma gjerushëm edhe me konë më ngumur e këshmi vazhduhe. A I ka shu 43 libra. Unë e hina dhëm aje të falë. I thëba I grue, ti po falë shu po shkojnë haqë. Fukarallëk ka pas po, bashkim ka pas pak ma shumë. Unë jam Tasim Hasani, baba Bajrushe ka pasën, jam për fshatit Talinafs, me gjithse kum lind në Frezaj, Zenel Hajdin kum lindën, e nanam kalon 5 mush, jetë. Që atë të ne kanë dalë se babgjyshi ne kanë mytë shkit. Edhe shkit kanë ba, I gjimë me marë të në mes katonit, gjithkun kanë pas qëllim me shti një pyk mes shqiptarve. Edhe këtu kanë gjithë se o kanë pasurinje ma e madhe edhe veni ma I mirë. Edhe sidomos mi prunë ta kanë pas derat e shqiptarë kanë ikë veç deri pse ka hinë katon. Unë e kam nanës 94, bile bën vakish edhe pak ma shumë. Po 94 e kam. I registrum jam 30 kaq. Jam ma gjerushëm edhe vëllahi me konë më ngumur e këshmi vazhduhe. Jam për qef në Ramazan. Ma mirë jam në Ramazan se para Ramazan. Që këj sati Ramazan me thonë që pa ndërprej se 2003 e më shku në haqë. Jam konë delegat I kuvendit komunal. Jam konë antar I kryesisë të LDK-s. Jam konë antar I shoqatës burgosë politik. Jam konë edhe në kuvend. Jo me politikën përzi ma herat, po ajo pak ma herat është. Se me politika se njëherë jam konë kryetar I nëndegës qytun Talinafs. Të një jam va antar I kryesisë degës në Frezaj. Të një aty jam konë edhe arkatar I nëndegës, jam konë edhe antar I shoqatës burgosë politik. Thashna njëherë. E në që të fërumë jam konë gjithë. Në haqë jam konë 2003 jam konë. Dhe atëhere, fejnë e kom dhe gjatë, po kom menu për fejnë, po kom menu për qashtën komtarë. Jam antarësue organizatën e shoqatës në ndeshes. Tajnë latë së formume, jemi konë 6 vetë, po kemi pasë edhe shumë përse për onësh, po pa I registru, pa emna. Vesh ato të përgatit për me organizua ata. Burg jam konë veç 6 vetë, po 5 vetë e 3 muaj I kom majtën. Jem dënu për politikë, organizata e parë shqiptare që formume, ajo formume në Shkup e ka pas Selin, në Shkup 4 vetë janë pushkatu qatë organizatë edhe 2 janë pushkatu në Prishtinë. A jetë Gurguri edhe Gjën Sreqi. Po ajo konë, ata shka janë konë në organizatën të ndeshes, janë konë këtë studenta atëhere e konë Aleksandra Medresa, e ka kishe mi bon shqiptarët, mi largu për shqiptarizmit, mi bon I gjë me shku katu qia. Në qatë organizatë, në Shkup, thashin për pushkatu 4, se qendra e ndeshes e konë Shkup. Une tash po mendoj se tash në haqë kom shku, edhe për mjanis me bon namaz, ja kom njës, kurim mos jem shku në haqë. Pe atyre më falë, kom shku në gjami, po si fmi, shaka thoni hoxha, Allah akber, dovë të këtë që kom ditë, po masa nej, kom ledzu literaturë islame. Jam të ledzu dhe literaturë pensore e historik. Ledzoj pa ndërpej, kom dikun një 400 pa libra, I kom vesh Isuf Kardavit. Isuf Kardavi është një ndër shkrimtar më të maj arab. A I ka shu 43 libra, po 15 libra I kom unet për këthybe për Isuf Kardavit. Njeri më eminent për shkrimtarve të islam. Vëllaj këtë rastisht se jem konë thasht kryesit degës edhe mas kohët dikon ka hora 3, me ta pak ma vënë se ata lëshu në 2, kryetari me një bashkëpunëtor mu afru tha se isha maj vjetri, e Ademi ish kryetar, Adem Salije ish atyre. E po më thot bëstasim, e po shkon në haqë. E këshin ofrua se të njëherë mos erdhën Amerikan të erdhën nese shku në shkit, erdhën dhe Arap me qu papare. Ademi, I ka qu do se 4 vjetë ka shku rrasht papare, po më veti apo shkon. Unë s'kisha mendu për ata është e se isha orientu që tërka. Edhe I thasha bën se ishtë ditë e premte. A bën me lanë të tonën se kom dhasnije, kom grua, kom fëmije, një konsultim me bon. Kjo një rrugë është këtë që, se bëjshë e sop që I papare, po apo shkon. Shkova të shpia, gruni kom pas pishtimës, aja ka bën namaz për fëmini. S'ka pas të krymeve shkollën fillore, po unë më bëllë që e gjeta mos I ratë për burë këse ajo ka një 12 jetë me e se une. Unë e hina në dhëmë, ajo të falë. I thoba I grua, ti po falë shu po shkojnë haqë. Asë kësha vendos hala, po zamër edhe në krye hini. Edhe e u quë e monë grëke, u bon edhe
vendos, po ai shoqi që është me Ademin, ai se i thashë në 2 vjet ishte ditë e premte, thashë po të honën të rinj të kallzoj se të konsultorna me, ai thash s'ki shka vjet, s'ki kërkon, thonë jam shkrue, thotë s'pas kemi shkrue. Edhe një me nuk shkoj ai, edhe erdhe sopi edhe qashtu shkova, po udhës se kom pas Mulla Farukin. Po Farukin i mirasht edhe një Mulla Femia kon. Mulla Femia është i Tanjosit Muhaxherve. Është imam Tanjos Muhaxherve, ai është i Sasdijës, po Tanjos Muhaxherve. E është hoxh i mirë, kon një 2-3 herë kon kryetar. Jo valla, unë kam një vetën, nuk e di jam këtë 2 anë na 2 javë, kom një knasi kom një knasi se atëherë unë jam fal, po thash vesh, jam shku në xhami, po jam shku Allahu Ekber, Allahu Ekber, nuk kom ditë ato ka shkallëzuar në tash i kom vesh një shkrimtar që aty sof ka do 15 libra i kom lezu. Po vallahi më mirë se këtë herë jam edhe njiftar edhe një sofër. Edhe jam më mirë shu edhe hala sejdë nuk umra me prek dur para gujve. Se është adet me ra gujnë të nasmari. Edhe me që të vjetë po hoxha po befasohet, qysh po qëndrat, po kem fali këtë vaktit të fali. Ja xhami sunve se vëziti hala, kom një kërë për shtetin të në xhami, edhe në fejzaj dalë se kom një shësit, kom punu të një dërmat, bësh këqakes, po në servis të Prishtinës, kom punu 20 vjet. I kom dëshok, e kemi met një 15, dalim çdo shtunën kafe, i bëm 100 llafe. E rrim ka një 2 orë, pim ka një kafe, po thonë bëm shumë llafe, mirë për tash kemi met 4 vjet, 5 vjet, më bëjmë, po hala dal. I kom 2 vajza masmari, vajzën e madhe kom Ministrit Punëve të Mbrëmshme, Prishtinë, është në buxhet, është pa drejtoresh e buxhetit, është. E një vajzë kom prezident martume, ato punu të pasufshat që të dikon. 2 djemi kom, një kom nxitër në Zhenevë, një kom argjentar në Fejzaj. I ka kry shkollat e mesme, po me registru këtë fakultet, po morën në rrugë që tërka. Po që nuk janë, unë jam i knasht me fëmijë, që s'ka shku, ajo ka shku me dhurat Vukut, vajza që është në fakultet, ka kry fakultetin e ekonomik, që është afes, edhe që është e vullnetit, edhe që është ka hrentuar, edhe rrethi ndikon shumë. Po, tonë ka ndikur rrethi, po unë vetë jam hrentu që ashtu i shkon, tash hajrin ako pa Ademi, po jam i knasht, që kum shkoj, kum vizituar atë vend, e më shku edhe për zyti tani, më shku edhe me grua. Edhe me grua më shku bëdel për një vlla, se ai djeq po e la më aty me shku se e kam një vlla hala 97 vjet i ka. Po mu tha ti ki me shku, ka në haxh edhe kishna shku edhe 10 herë, se është knasi me shku. Knasi është ai që do më knoq, se ka edhe vështirësi. Fukarallëk ka pas, po bashkim ka pas pak më shumë. Ta është ofrën plot, po njerëz pak. Se ofra thot, se ofra është 1, 2, 3 në familje, këgjatë mua se do agjeru, po kryesore, jemi shtirue, inshallah, vedisohemi që është në kontore, se nuk jemi në kërkun të rëzi, politika në ka morë me vete, se na po mdokot nuk kemi konë pjekt hala për pluralizm, na, shqiptar, po, o desh pasara se i kemi po të keqen anë i gardit, tash po du të anë i gardit me gjëse i kemi thy një form, Shqipnia konë shumë kesh në atë aspekt me komunizm. A i ka bërë dom popullin e të nverëvëgja ma shumë se shkijet që kanë bërë kënej. Këllë për gjalli është e sopi pjasoj kemi iken, po edhe pluralizmi nga ka domtu se tash përbojmë me sopë këtë me konë qausha, këtë kryetarë së në bohmi. Duhet politika pluralizmi nga ka vyt njëve, gjësysh, po duhet me gjetë njerës më të meqëm me qitë krye, po edhe ata për skajnë duhet me konë me krye, edhe me dëshirë, me ditë se kush është, çfarë është, i kajt rreth, që është rreth. Unë po lexoj dhe libra që edhe një pjesë shumë e madhe palestinezëve me origjinë shqiptare. Pjesën më të madhe të Egjiptit e kanë pas shqiptarët e kanë komanduar. Te ka ardhur Naseri, i ka shkatërruar shqiptarët, se shqiptarët e kanë pas 2 qytetet më kryesore shqiptarët e kanë pas. E kanë pasën Kairën edhe Aleksandrinë. Shqiptarët aty kanë Mehmet Ali Pasha, Pjatina kanë te Kral Faruki. Po Qaja befasi e madhe. Shqiptarët e ka bërë Turqien shtetë. Shqiptarët, mirë po lexoj që edhe ai ka bashkëpunu me shkije. Edhe Ataturki ka bashkëpunu me. Ka pas, nuk ka ma mirë se me rregullu njeri vetdijen e vetë, me njoh vetën kush është, edhe me hec rregullat që atyri që kanë hec më herët. Se nuk ka luha se mburë kumnet me djallin e Isa Buletinit, ka plan buletinin, a i tash është si e mojnë
figurë në Shqipëni që djali i patriotit madh, se e historinë e Isa Vallëtintit dhe ata jam të lexu shumë dhe kum lexu gjatë. Kryesore na pa u afru më kap dorë për dorë. Njëri me tjetër nuk muj me hes më para.